Wow! Mirëmbrëma, Genta Ismaili, mirë se erdhe në Zhurma Show, duke si princesh. Mujtë bajnë një rrotull? Wow! Genta, na thuaj me pak fjalë si po ndihesh. Po ndihem shumë mirë, shumë fanca, shumë fëmijë, ajo po mbon mu ndish mirë sepse fëmia ka energji pozitive dhe dashni të vërtet. Po ndihem shumë mirë, urime edhe sukses gjithve. Genta, na thuaj edhe me një fjalë si po duket organizimi, është një organizim nivel apo jo, dhe muzika po të pëlqen vallëtarët, palaçoja, gjitha këto që e kemi organizuar. Mas shumë ti po më pëlqen te. Po më pëlqen organizimi, shumë ndriçim. I feel like a star. Okej, na thuaj me pak fjalë kush është përkujdesur për flokët dhe fustanin? Është përkujdesur për fustanin Vjolca, Llabashtica edhe Saimi për grimin, am ka më mirë? Jo, pas ka arrit gjitha qëllimet, po dukesh për mrekulli. Sukses e faleminderit ke madhështuar në mramjen tonë. Ndërkohë që në vazhdim do të sjellim një tjetër konkurrencë. Best Pop Female. Natyrisht, për të ndarë këto çmime ne sjellim në skenë, po, sigurisht, edhe dy kolegët tanë nga Koa Vizioni, Amiri dhe Jehona do t'jenë në skenë bashkë me ne për të ndarë këto çmime. Për Best Pop Female, i presim me duar përpitje kolegët tanë nga Koa Vizioni, të cilët gjithsesi bëjnë një punë të mirë për ju gjatë vitit, sikur se bën edhe vetë Zhurma Awards. Mirë se erdhët Jehona dhe Amir, skena për ju. Mirëmbrëma për gjithë ju këtu në sallë. Mirëmbrëma dhe nga unë, dhe me të kemi krejt në fillim urime fituesve të parë dhe sukses të tjerëve që jeni të nominuar. Best Pop Female. Besoj pajtoni se konkurenca ishte shumë e fortë, ndërsa çmimi Best Pop Female shkon për Gentën. Mirëmbrëma gjithëve. Faleminderit, ju përgëzoj për spektaklin Zhurma Show, i vetmi i cili mbahet në qytetin Gjilan. Faleminderit shumë. Përcjellim edhe Gentën me çmimin e saj, Best Female. Është çmimi Best Video. Ftoj në skenë gjithë të implikuarit në realizimin e këtij edicioni të Zhurma Show Awards për të ndarë këtë çmim, dhe natyrisht fituesi do të jetë në skenë për të kënduar këngën fituese, me cilën edhe do ta përmbyllim këtë takim tonin të këtij vjetçi për të takuar sërish vitin ardhshëm në 2011. Mirë, nominimet i shikojmë për Best Video në Zhurma Show Awards 2010. Best Video. Hajde Gent, hajde. Shkone tonë Genta. Hajde orna. Qësh ja bje zotit djerit në herë, se ko moment që do të me puth në i hajde Gent nëjnë. Hajde urinën.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Unë zakonisht kam emocione kur foli edhe du me don fjalim para publikut. Po si do qoftë unë du me eftu në qoftë se janë këto Urban Grafik, e keni fitu çmimin, hajde! Një duar të kejtje shumë të madhe. Okej, e kam një emocion të veçantë për Urban Grafik, sa që unë e di se si kemi filluna me bo këtë videoklip. Unë tani, përveç se produksioneve që kam punuar dhe në tani që janë s'ken vitet të tëra, unë e kam zgjedh talent të ri, si që janë Urban Graphics me punu bashk, që me gjithë unë vetën të këta edhe këta të une, e kemi bo një videoklip si shkone tone, edhe për këtë unë po ta jap çmimin Urban Graphics, faleminderit shumë. Përveç një minut, ju lutem, faleminderit shumë. Dua ta bën një faleminderim të veçantë bashkëpunëtorëve Vjollcës, Saimit, Alijës, profesionit Arbonit që 7 vite punoj me to, faleminderit. Prindve të me, familjes time, të cilët më mbështesin shumë. Më falni ndoshta po e teproj pak, po më duhet pa tjetër t'i falenderoj këta të gjithë. Dhe këngën Beka, MC Beka që ma ka bo shkone tone. Edhe adhuruesve të me të cilët gjithmonë më mbështesin, edhe votat më të mëdhaja, çmimet më të mëdhaja, deri më tani kom pas prej publikut. Faleminderit shumë. Desha ta them edhe një tjetër gjë, okay? Nderin e kam pas sot, në Tepion e Kuq, ta hec me Vera Uruçaj dhe Sunaj Saraçi. Faleminderit edhe nga ju shumë. Labi, përveç se i përmende emrat shumë të mdhej të këngëtarëve tona shqiptare, që nuk vdesin kur, ke harrutit të mverë me përmend. E kemi të thënë, I love you. Faleminderit edhe gjithë kolegëve që ma ka mbështet spotin tim, faleminderit edhe kolegëve shumë faleminderit. Mirë mrama, mirë se edhe Genda dukesh mrekulli. Shumë faleminderit Rama. Rama, si po ndihesh, Genda, si po duket organizimi në Prishtinë? Shumë i mirë, po sa era, pas ka njerëz shumë që na kanë prit, faleminderit. Jam me bashkë me Dallunën. Mirë se. Mirë mrama, Mr. J. Si po ndihesh? Po, pak emocionum normal. Si po duket organizimi? Po, organizimi e diçka, po mendoj që çdo herë po shkon më mirë e më mirë. Genda, po ndalem pak sa tek grimi, flëk, fustani, gjitha ato, na zbulo se kush është përkujdesur? Për grimin edhe flokët është përkujdes salloni Njonza, faleminderit shumë. Fustanin është Kashej, është përkujdes nana jam. Fushat po ashtu. Po e bën një sjellje të vogël me thënë se mos kapun, po vetëm të shohim se si duket Genda. Atëherë t'ju uroj që sonte të kaloni mirë, është një natë shumë e marrë dhe shpresoj që fitoni dhe në after party të kalojmë si është më së miri. Faleminderit shumë, uroj gjithëve shumë sukses sonte, edhe më së shumti fituesit. Gjithë njerëzve këtu ju uroj kënaqësi sonte, të kalojnë sa më bukur, edhe uroj 20 vjetorën e zhurmës, me sa e di unë po festohet sot. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Atëherë është edhe çmimi i radhës, të cilin do ta ndajmë. Falenderojmë edhe një herë grupin Energy Band dhe i përgëzojmë për punën e tyre të palodhshme. Best Dance. Atëherë çmimi Best Dance shkon për Genta and DJ Dallo me këngën Guximi. Se ju kam një 2-3 fjallë. Mi mbroma gjithve. Mi mbroma gjithve. Aplauz dhe. Faleminderit shumë, po më vjen mirë që ka personalitetet të ndryshme son të këto dhe shumë të mdhenjë. Dua të uroj 20 vjetorin Zhurma Show, festohet sot, sonte. Kam kënaqësinë që jam këto. Mendoj që dua t'i them disa fjalë për njerëzit e mdhenj që janë sonte këto edhe janë pra neve. Mendoj që thjeshtësia është virtyt i njerëzve. Me thjeshtësi, do me thënë gjithë njerëzit e mdhenj karakterizohen me thjeshtësi. Edhe nëse vlen konstatimi i se ku ka tym ka edhe zjarë, atër zhurma a zhurmës do ta merë edhe veun. Njerëzit me zhurmë karakterizohen gjithmonë me thjeshtësi. Pe lidhi me zhurma. Zhurma, pra, është një festival të cilin unë e respektoj shumë, e çmoj shumë, gjithmonë do t'jem pranë këtij festivalit edhe do t'a përkrahi gjithmonë, sepse gjithmonë mundohen që të shpërblejnë çdo artist me nga një çmim për punën e tyre që e kam punuar gjatë vitit. Faleminderit shumë, ju uroj gjithëve sukses edhe kënaqni sonte shumë. Faleminderit edhe një herë. Më falin ndoshta që ja mora pak kohën, po dua t'i falenderoj edhe gjithë bashkëpunëtorëve të mi të cilët kanë punuar rreth projektit të këngës Unë me ty. Ata janë Intermedia, edhe i falenderoj shumë DJ Dallu. Një duart rëkitje. Dallu, më falë. Ja, ku është mikrofoni tash për ty. Faleminderit gjithve, mirëmbrëma gjithve. Ndihem shumë krenar që jam pranë gjithë këtyre artistave maj. Unë jam një prej artistëve të ri, po në këtë dynjan e juve, ndërsa për ndryshe për DJ, ata që e din. Unë isha falenderu mas pari Gentas që ka pas guxim me eksperimentu që shto diçka, edhe po ndihem shumë krenar që ka dalë këngë pëlqyeshme për gjithë atyre. Kënga une me të drejtë të them nuk ka qenë e suksesshme vetëm në shqiptari, por edhe jashtë diku, ato janë vërtetu. Ndërsa kisha deshtë mi falenderu gjithë ata që më kam përkra të njëtën, edhe inspirimin ku une e marrë gjithë, aty është çdo vikend, Rinora 4, i falenderoj shumë Gentën edhe njëherë që ka pas guxim për me bo guximin real. Thank you. Faleminderit edhe njëherë, përshëndes gjithë fansat e me dhe gjithë ata që po na shikojnë. Ju dua. Peace. Lobi e thirë kolegen nga Expressi. Që një dorë të kitje shumë të madhe të fort. Eftojmë në skenë. Mimrëma, Erblina Baleci, do me thonë është gazetare në portalin Express dhe në Express Rose. Me qëllim për i notit Berotit ta ka bo. Sigurisht të i ditë që është portali ma i madhë në Balkan, edhe që i kena mujtë që moti. Mastemit. Kretë po me vjellë në shkrime, që është ma i njore. Mila Ema, po do kënë këngëtarë si shkrime që shë rënditim na në portal. Po veç që në mësu me vjellë pe i meje, kretë shkrimet po me vjellë ne. Nuk është e vërtet.
Atëherë, se të shkoja të nominimet, do t'i tregoja Beratit dhe juve një fakt, që Gazeta Ekspres ka thyer rekordin e saj duke arritur në 24 orë 1.135.000 klikime. Dhe kjo fal Noizit. Unë jam këtu për të ndarë çmimin për bashkëpunimin më të mirë, kështu që të ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Collab. Jam shumë e lumtur që unë ndaj këtë çmim, pikërisht pse fiton Ednon dhe Genta Ismaili. Gens, urime kam dur të zëna. Faleminderit. Urime Gens. Edhe mirë se ke ardhur. urime Genci. Ky pe Malizi ka ardhur. Renis, Malizi. Po, dhe pjesë shqiptarët Malizi, bilejmë. Po ti për na bashkër në kufe, po s'korans. Jo. Po, afër kufinit, është shumë e vërtet, ma nej. Mirë, faleminderit, është një çmim jashtëzakonisht të rëndësishëm për neve, me qenë se kemi pauzuar 7 vjet në skenë, dhe unë i falenderoj të gjithë njerëzit që besuan neve, të gjithë njerëz që na kanë përcjell, publikun, edhe na ka pranu mas një pauzë shumë gjatë, po ashtu edhe shokët, për krasit tonë, në Blackfish Entertainment, që është kompania jonë, që na kanë nejtë gjithmonë afër, na kanë motivu me gjithçka. Kisha pas qef me qenë edhe Genta këtu sot, se ky çmim është sa na takon neve, i takon edhe Genta, sinqerisht, faleminderit. Atëre faleminderit Gent, shumë suksese për punën e këtyne të Ekspresit, që çka thanë 1 milion, s'diçka e njeva mbrapa skene. Ju e keni po me kaloshin, javë kumftof 3 milion klikim he i kanë.